Përshëndetje nxënës. Sot, në lëndën e shoqërisë për klasën e 5, nga tema Republika e Maqedonisë së Veriut në botë, kemi njësinë mësimore emigrimin nga Republika e Maqedonisë nëpër botë. Nxënësi do të njihet me emigrimin e popullsisë së Maqedonisë së Veriut në botë, shkaqet dhe qëllimet e emigrimit dhe llojet e emigrimit. Njësinë mësimore e fillojmë me bisedën në mes Benit, Erës dhe Gonit, të cilët takohen në këmbin e lojrave. Ata u njohën në mes veti. Unë jam Beni. Unë jam Goni. Unë jam Era. U përgjigj Era. Unë me prindrit e mi jetoj në Amerikë. Vazhdoi Beni. Jetoj me prindrit e mi në Francë. Përsëri Goni. Unë me prindrit e mi jetoj në Zvicër. U përgjigj Beni. Gjyshrit e mi prej kohësh kanë jetuar në Paris. Unë kam lindur dhe jetoj në Paris, por atë unë tim nuk e harroj. E pyet Erën, po ti, sa vjet jeton në Amerikë? Tentoi të përgjigjet Era. Por kërceu Goni. Unë jam lindur në Tetov. Prindrit e mi ishin pa punë, kushtet e vështira për jetë. Babai njëherë u largua babai në marrëdhënie. Pastaj shkuam të gjithë në Zvicër. Pra nxënës, qytetar të Republikës së Maqedonisë së Veriut ka të emigruar në përgjithë botën. Në Europë, në Amerikë, në Kanada, në Australi e tjerë. Maqedonia e Veriut ka një të kaluar të gjatë historike. Banorët e Maqedonisë së Veriut gjatë historisë vazhdimisht janë shpërngulur, pra kanë migruar. Të shohim çfarë paraqet migracioni. Migracioni i paraqet shpërngulje të popullsisë nga një vend dhe emigrim në një vend tjetër. Të nderuar nxënës, të shohim cilat janë arsyet e emigrimit. Kemi arsye sociale, gjuhë për jetë më të mirë, për shkak të papunësisë, bashkimit familjar, kushteve jetesë më të mirë e tjerë. Arsye politike, për shkak të dhunës, ndjekje nga sistemi politik e tjerë. Arsye religjioze, për shkak të bindjeve fetare. Të shohim tash nxënës cilat janë llojet e emigrimit. Kemi emigrimet e brendshme dhe emigrimet e jashtme. Emigrimet e brendshme janë nga një fshat në një fshat tjetër. Do të thotë prej një fshati, banorët e shpërngulur në një fshat tjetër. Nga një fshat në qytet, banorët të cilët shpërngulur për të jetuar nga fshati në qytet. Nga një qytet në qytet tjetër. Shpërngulje e banorëve nga një qytet në qytet tjetër. Emigrimet e jashtme. Nga një shtet në një shtet tjetër. Për shembull, nga Republika e Maqedonisë së Veriut në një shtet tjetër. Edhe pse emigruesit kanë emigruar në për vende tjera, ADEU jon kujdeset për ato. Pra, edhe emigruesit në vendet e dyta mbajnë lidhjen me ADEU-n nëpërmjet Agjencinë për Emigrim, ambasadat, konsulatat dhe amsën e emigrimit. Emigruesit në vendet e jashtme organizohet në organizata emigruese për mos me humbur lidhjen në mes veti, si në shoqëri kulturartistike, klube sportive, shkolla, komuna fetare, mediume, të cilat janë shtypi, televizioni dhe radio. Gjithashtu, për të ruajtur interesat e popujve të emigruar në shtetet e jashtme, në vitin 2004 në Washington themelohet organizata e cila e ka emrin Diaspora Maqedonase e Bashkuar, e cila kujdeset për interesat dhe nevojat e qytetarëve të emigruar në botë. Nëse u njohëm sot nxënës të nderuar,
Pra sot u njohëm me emigrimin e popullsisë në vendet e jashtme. Qëllimet, shkaqet dhe arsyet sepse janë emigruar ato. Për detyrë shtëpie, shkruani se më cilën vende të botës keni familjar tuaj. Pse ata kanë emigruar atje, a marrin pjesë në ndonjë organizim të emigrantëve dhe sa shpesh kthehen në vendlindje. Për sot kaq, ju përshëndes, ditën e mirë.